Zoti Berisha, po me opozitën, a do të ketë takim zëna Kallas në Shqipëri dhe do ishte, pse nuk takohet me ju, është ideja e pyetjes, dhe pyetja tjetër është që më datë 11 keni lajmëruar se do të qelni fushatën për zgjedhjet e 11 majit. A do tjetë personit të cilin e keni quajtur kryestrategu i fushatës në qeljen e fushatës tuaj? Me sa kuptoj unë, zonja Kallas është në një udhëtim rajonal. Më duke se e ndëgjove, që tha do shkoj që këtu në Bosnjë. Udhëtimet rajonale janë udhëtime rajonale për qëllime rajonale. Dhe normal që ajo takon qeveritarët, cili do që tjetë qeveritarë, ata do takoj. Ky është rregull i udhëtimeve rajonale. Nuk kanë synim vendin. S'pari. Së dyti, do jetë pa diskutim, si që kam thënë. Unë ju kam njoftuar ju që ai do t'jetë në hapjen e fushatës. Dhe këtu është përfaqësuesi i tij për disa ditë dhe ne jemi në lidhje. Unë nuk e kuptoj si i krijoni këto dyshime më thonë. E di sa kuptoj unë se këto i hap zyre Edi Ramës. Aq i të merruar është ai njeri. Aq i të merruar është sa që tani për t'u dhënë zemër të vetëve thotë që ai iku, nuk është më. Po kur ta shohin, çfarë do thotë atë vetëve? Sa i këto i hapaj, tjetër kush s'mund t'i hap. A keni dëgjuar ju kush është konsulenti i tij fare? Se kjo është normale. Ky tani i të merruar nga ekspertiza e tij dhe nga shumë faktorë të tjerë, iku thotë socialistëve. I mashtron pra me media. Jo, ai do vi. Do jetë i pranishëm. Në një hapje të jashtëzakonshme. Çfarë elementesh do të ketë nisja e fushatës? Lutëm skenarin ta majmë surprizë. Jo çdo gjë mund të thotë njeriu. Unë edhe nga udhëtimi mbajta shumë gjëra pa i thënë, sepse po kishte gjëra plot. Ju falenderoj shumë.